Ju përshkruani në librin tuaj se si në kohën e perandorisë osmane ishte ngritur, po themi, sistem i rrjedhzuar i korrupsionit, duke nisur nga funksionarët e lartë e deri tek gjyqësori, deri tek qytetarët e tjerë me radhë. Dhe duket sikur flitet praktikisht për Shqipërinë e sotme, ose të paktën për Shqipërinë e këtyre 34 viteve. Në këtë rast, sa është reflektuar nga perandoria osmane ky lloj niveli korrupsioni që kemi ne sot, dhe cili ishte roli i Ismail Qemalit në atë kohë për të luftuar korrupsionin? Shiko, shumë e bukur pyetja, dhe patjetër që kur i lexon ato dhe mua këtë projekcion më kanë dhënë. Pra, lexon për perandorinë osmane, atëherë më duket sikur flasim për të sotmen, me çfarë po jetojmë sot në Shqipëri, por mund të ketë ngjashmëri dhe me vende të tjera, kam përshtypjen, që kanë pak a shumë të njëjtat probleme. Si ky joni, pra po flas kryesisht në këto vendet lindore, të propozicionit lindore apo dhe më tej, linjën e mesme apo më tej. Pra, patjetër që korrupsioni ishte një sistem që mbaj në këmbë që ushqente pushtetin atëherë, siç ndodh patjetër edhe sot. Nuk diskutohet. Dhe sultani vet e përkrahte këtë sistem. Pra, dhe Ismail Qemali ka dy memorandume shumë të famshme, shumë të bukura, po ti lexosh, unë i kam analizuar na pak edhe në libër, është 1892-shit dhe 1897-s. Të dy memorandume drejtuar sultanit, sepse ai ishte edhe një këshilltar i jashtëm i sultanit, dhe vetë sultani kërkonte her pas here që ai të bënte studime, të jepte këshilla për çështje të caktuara. Pra, pavarësisht se ja kishte dhe frikën, e shikonte edhe me dyshim, sultani ishte aq i dyshim sa kur lexoj një biografi të tij të shkruar nga një autor turk tani, thuhet që Abdulhamiti II, pra, dhe njëherë kur kishte probleme me një nga dhëmbët, nuk pranoi, sepse ishte ajo lufta dhe brendshme brenda familjes sultanore për të marrë pushtetin. Ai ja mori të vllajt, kishte frikë se prapë vllai do rikthehej kështu me radhë, dhe kishte aq mungesë besimi te njerëzit e afërt, sa vendosi që dhe dentistin e tij mos ta linte të hiqte dhëmbin, po hoqi vetë, shkuli vetë dhëmbin në një moment caktuar. Imagjinoni se çfarë mosbesimi ushqente ai tek njerëzit që kishin përreth. Megjithatë e vlerësonte mendin e Ismail Qemalit, dhe ka qenë një nga sultanët që ka qeverisur, dhe quhet sultani i fundit i një epoke, se ka qeverisur për 33 vite, më e gjatët. Dhe patjetër që në këto memorandume Ismail Qemali parashtron atij gjendjen e vështirë ku gjendet perandoria, dhe i thotë nuk mund të rrim duar kryq, i thotë, para këtij korrupsioni, para kësaj keqeverisje, para këtij abuzimi. Pra duhet bërë diçka, nëse doni, thotë, që të reformoni, nëse doni, thotë, që të mbani mend si një emër i madh, nëse si një njerëz që ka bërë gjëra të mëdha në histori. Dhe i bën analiza se çfarë duhet bërë, pra hedh idenë dhe për krijimin e një konfederate në këto trojet që kishte perandoria osmane edhe në Evropë. Ai hedh idenë për shembull për të krijuar një shtet ose një bashkëpunim që janë ide shumë domethënë vizionare që sot po i aplikojnë, pra, edhe në Evropë, po fliste për bashkëpunimin midis kombeve në fushën e ekonomisë, lëvizjes së lirë të njerëzve, po dhe bashkëveprimit në çështjet e sigurisë, pra. Dhe këto janë të shkruara, kur i thotë duhet për të zhvilluar, stimuluar ekonominë, duhet më shumë investime, duhet më shumë bashkëveprim midis kombeve, thotë, sidomos në Ballkan, thotë, ai atje i dhëmte, atje kishte shpirtin, pavarësisht se ku jetonte, por Shqipërinë ai nuk e harroi asnjëherë. Dhe i bën thirrje dhe projekti i tij dhe me kushtetutën ishte për decentralizim, pra ide e decentralizimit. Dhe bashkë me Mitat Pashën, pra, që ishte vezir dhe një nga mendjet e ndritura, ishte turk, po ishte një nga mendjet e ndritura të perandorisë osmane, dhe që u vra nga Abdulhamiti. U hoq nga kryeministri më vonë, pasi ai refuzoi aplikimin e kushtetutës sultanit pas 1876-s. Pra, dhe u vra më vonë, dhe idetë e tija, trashëgiminë e tij Ismail Qemali vazhdoi ta mbante gjallë. Pra, ishte liberal në qasje, liberal në pikpamje, pra, dhe liberal në ide, në politikë. Dhe patjetër që nuk puqeshin dy botët, ishin dy antipode. Abdulhamiti në njëra anë me mentalitetin e tij tipik despotik, autokratik, lindor, dhe Ismail Qemali me atë mendjen përparimtare, iluministe, liberale, pra. Kështu që patjetër që ai përpiqej dhe deri në fund, deri në 1900-ën, sa qëndroi si zyrtar i lartë, thash guvernator, u përpoq, dhe kjo vërtetohet në dokumentat. Unë kam zbuluar së fundmi dhe kemi bashkë me familjen e tij që më kanë ndihmuar
studimin e disa aspekteve të veçanta të veprimtarisë së tij, kemi zbuluar pra një pjesë të fashikullit të perandorisë britanike që flet për arratisjen e tij në 1900 dhe po të shikoni se si e përshkruan ambasadori britanik i kohës kur i drejtohet kryeministrit britanik Ismail Qemali dhe thotë është një njerëz thotë që në mes të korruptuarve ka arritur të qëndrojë thotë i pastër, i pa korruptuar. Ka ushtruar gjithmonë thotë detyrën me shumë integritet, ka ndihmuar gjithmonë më të dobtin. Pavarësisht se vetë i përket fesë myslimane thotë gjithmonë ka mbrojtur pakicat etnike, pakicat fetare, krishterët thotë kudo ku ka shërbyer në perandorisë guvernator, është kujdesur për më të dobtin. Pra dhe ky na bën nder thotë që ky njeri të ndihmohet nga ana jonë. Dhe për idetë e tij, ai ishte edhe një njeri që shkruante, ishte edhe botues gazetash, vazhdimisht ka botuar. Domethënë ka bërë jetën e gazetarit, po ta shikoni. Vazhdimisht. Ka qenë nga drejtuesit e parë bashkë me një personalitet tjetër të shquar turk të një gazetës kur shërbente, siç e thash, në Evropën Juglindore, një nga gazetave të para që përmendet dhe në enciklopedinë e perandorisë osmane, gazetave të para që dilnin si organ i vilajeteve të caktuara dhe ky Dunab quhej, Danubi, e ka drejtuar atë, ka qenë nga drejtuesit e gazetës përveç funksioneve politike që kishte aty, pra shtetërore, bënte edhe këtë punë. Pra i pëlqente të shkruante, i pëlqente publicistika, ka bërë një gazetë, një revistë tjetër me ide përparimtare, intelektuale, shkencore për atë kohës që përpiqej të iluminonte të rinj dhe patjetër që këto e bënin që ai të binte në kundërshtim me mjedisin e pravambetur të kohës, që sultani përpiqej që t'i mande në kontroll. Këto provincat, sidomos më problematike, siç ishte Shqipëria, për shembull, që gjithmonë ngrinin krye ose rebeloheshin e kështu, i ishin më të pravambeturat. Po ta shikojmë edhe në raport me fqinjët tanë. Dhe këtë vinte re Ismail Qemali dhe përpiqej të bënte diçka brenda mundësive, ai u përpoq për shembull të bënte edhe një linjë kurridore, ta shtrinte një linjë kurridore që do kalonte në Ballkan, ta shtrinte deri në Vlorë, por nuk u realizua sepse ishin interesa dhe të vetë sultanit që kishte interesa ekonomike në portin e Selanikut, nuk u lejuaj që të degëzojë në Vlorë. Dhe Vlora nga një port shumë i rëndësishëm, po ta shikoni në vitet e fillimit të pushtimit otoman dhe para tij, patjetër që ka qenë një portë më të rëndësishme të Mesdheu dhe për vetë pozicionin strategjik. Më pas erdhi duke i rënë vlera. Kuptohet që, prandaj them që Ismail Qemali dhe analizimi i personalitetit të tij, personazhit të tij duhet parë me kujdes sepse ka shumë gjëra për të mësuar që mund të na vlejnë shumë edhe sot në politikën e tanishme. Shembulli i tij është jashtëzakonisht i dobishëm dhe për sot që po flasim. Është i vetmi politikan që ka dhënë dorëshjen, po ta analizoni gjithë historinë e Shqipërisë, po më gjet një politikan tjetër që ka ikur si ai, duke pasur postën e kryeministrit, do thoni ju ishte në ato vështirësitë e mëdha që kishte ai shteti i ri shqiptar patjetër, por ai nuk u dorëzua, ai dha dorëshjen për t'i hapur rrugë stabilitetit, forcimit të shtetit shqiptar. Pra nuk mendoi për pushtetin e tij, se po të bënte luftë për pushtet, patjetër që nuk do ikte aq lehtë, po të bënte një luftë pushteti, po themi siç do të Esati. Pra, Esati bënte politikën e mbrapsht dhe shkonte pas interesave të vogla personale, por që i shkonin për shtat interesave të serbëve, që kishin interesa territoriale, të grekëve, qoftë të italianëve, kushdo që e përdorte, me të gjithë e kanë përdorur. Dhe kur erdhi, janë dokumentuar këto, kur erdhi Krajevski, një nga delegatët për shembull në Komisionin Ndërkombëtar të Kontrollit, që u vendos në Vlorë, pranë qeverisë së Vlorës, pa mbritur mirë në Vlorë, i tha Esatit bëj diçka, i tha, që para se të vemi ne në Vlorë, të adopsojmë pozitën e Ismail Qemalit. Dhe Esati bëri atë plejsinë e fashme. E mori Ismail Qemali, e ftoi në kabinetin e tij qeveritare, e bëri dhe ministër. Nuk pranoi se shqiptarët donin ta ekzekutonin që atëherë, i kanë kërkuar Ismail Qemali leje që ta vrisnin. Se ai erdhi në Vlorë në 1913, kur i dha detyrën e ministrit të brendshëm. I kërkoi biles ministrin e luftës, por nuk ja dha sepse s'kishte mundësi të ishte me të pashë dhe thotë, hoqa unë dorë nga ministri i jashtëm, pra mande pozicionin e ministrit të jashtëm dhe kryeministrit, ja lami Fytlibohovës ministrin e jashtëm, dhe i hapi vend Esatit për të bërë bashkimin e shqiptarëve, sepse kjo ishte ajo që duhet, propaganda e serbëve ishte shumë e madhe dhe e fqinjve tanë. Pra unë kam bërë një shkrim së fundmi, na paraqiten si njerëz me bisht, nëse keni parë një histori shumë e bukur që tregon Nikola Lako, një erudit, një patriot i shquar Korçar, që ishte në atë periudhë vepronte në Paris, dhe në 1914 del një libër i shkruar nga
një ish kryeministër serb, del një libër Shqiptarët dhe fuqitë e mëdha, ku hedh tezën që shqiptarët kishin perarë nga njerëz me bisht. Dhe e merr një francez këtë teori dhe elaboron më tej, shkruan dhe ai një libër, Shqiptarët dhe historia e tyre. Dhe Nikola Lago, patjetër që në ato vite dhe bashkë me Ismail Qemalin po vepronin në Paris, po përpiqeshin të mbronin kauzën shqiptare dhe në këto konferencat që zhvilloheshin, flisnin për kulturën shqiptare, pavarësisht vështirësive që kishte Shqipëria në periudhë, po ishin një popull me vlera, thoshe, popull me tradita të lashta, që nuk ishin ashtu si paraqisnin ata të paftë për të organizuar, të pa zote kështu me radhë. Kjo ishte propaganda. Pra arritën deri aty sa na paraqisnin me bisht. Dhe një ditë të bukur shkrua Nikola Lago, shkoi me Ismail Qemalin, aftojnë në një darkë, thotë. Te ajo darka gjendesh dhe ky francezi që kishte shkruar pra i shkonte kësaj teorisë serbëve pra që shqiptarët pas kanë pasur bisht. Dhe i thot Nikola Lago Ismail Qemalit, ky është ai francezi thotë që na ka bërë me bisht. Ai thot Ismail Qemali në rregull, ky që nga dhe sapo i afrojnë një koltuk për të ulur, Ismail Qemali thot, po ku është ajo pjesa thot ku të varim bishtin, se ne i kemi ndryshe koltuqet, thot, nuk i kemi si ky që më keni sjellë ju mua. Dhe të gjithë ata shikojnë atë francezin se e dinin çka kishte bërë, çka kishte shkruar me çudi. Vazhdojnë, pastaj e gacmojnë prapë aty dhe ai vazhdon me atë humorin e tij, ju përgjigjet Ismail Qemali, ju thotë që patjetër i thon një nga ata që kishte derën me pak me shampanjë, i thot një francez, po pse i thot ju serbët thot ju paraqesin me bisht thot dhe ju ndërkohë s'keni bisht, si kjo muhabeti thot. I thot Ismail Qemali, patjetër thot që kemi të gjitha një cop bishti thot, po ju aty ku mendojnë serbët. Dhe fillojnë qeshin gjithë ata aty. Po thot si mundet që mirë serbët thot shovinizmin tyre që e dim thot është i njohur, por si mund bien francezët pre këtyre teorive. Dhe vazhdon prapa ai gacmoni, thot do na çosh në Vlorë, thot se më kanë thënë thot që ka mjalt shumë të mirë Vlora. Vlora e pushtuar nga italianët në atë periudhë. Po flasim në 14-ën, 15-ën zhvillua kjo ngjarje. Fillim të 15-s. Në atë periudhë ishte edhe lufta e parë botërore dhe gjermanët ishin duke kaluar, po kishin pushtuar krajinë e Shampanjës dhe po shkonin drejt Parisit. Dhe aty po bëheshin luftime, kishin pushtuar për Shampanjën. Dhe i thot Ismail Qemali, prap me atë ironinë e tij, humorin e tij dhe sarkazmin, i thot, tani për tani thot, shijojmë Shampanjën, i thot. Pastaj thot kur të jemi në Vlorë thot do shijojmë mjaltin. Dhe ky ishte Ismail Qemali, pra me atë humorin, me atë mjerzillikun, me atë mirësinë, dhe këto janë gjitha dëshmitë që vinë nga ajo kohë. Por patjetër që duke pasur parasysh, siç e thash, këto ndasit e mëdha dhe rolin sidomos të Esat Toptanit shumë negativ në atë periudhë, ka bërë një dëm të madh, domethënë me intervistat e tij, duke po të shikoni ka në intervistat në shtypin grek. Dhe ajo trashëgimi për fat keq vazhdon edhe në ditët tona, pra kjo ndasia e madhe, bërja, domethënë vazhdimi në ndonjëherë i politikave që çojnë ujë në ullin e interesave anti-shqiptare, anti-kombëtare, ne shohim prezente edhe sot në politikën e ditës së Shqipërisë. Dhe patjetër që Ismail Qemali ishte një personazh që nuk ju pëlqente shumë nga fqinjve tan patjetër, po dhe disa prej fuqive të mëdha që kishin edhe interesa territoriale, siç u pa dhe më vonë. Dhe ato vetë dy fuqitë e kohës, Austro-Hungaria dhe Italia, u pa më pas që patën interesa territoriale ndaj Shqipërisë, sepse u pushtua gjatë luftës së parë botërore Shqipëria dhe nga Italia dhe nga austro-hungarezët në një farë mase. Kështu që ishte edhe ajo politikat e tyre neokolonialiste, pra e donin Shqipëri të pavarur sepse donin të frenonin panslavizmin, pra pasi ra status quo-ja, se deri në momentin e luftës ballkanike ishin për ruajtjen e status quo-s, ishin për ruajtjen e perandorisë osmane, e për kranin lëvizje kulturore shqiptare Austro-Hungaria patjetër dhe Italia, se ishin dhe arbreshët që ndikonin aty dhe kanë luajtur një rol shumë pozitiv, por nga ana tjetër deri aty. Pastaj kur e pan që s'bante më ajo ngrehina ra dhe do e zinte brenda Shqipërinë, për kran patjetër Ismail Qemali iniciativën e tij për të shpallur pavarësinë. Por nga ana tjetër e thash dhe një tjetër që roli i Esat Toptanit në ato vite ka qenë jashtëzakonisht negativ, me intervistat e tij dhe në shtypin e kohës, duke folur për prapambet, duke i mshuar pra prapambetës që patjetër shqiptarët dhe duke shfrytzuar patjetër që ishin të prapambetur se nuk ishim shkolla, nuk lejohesh gjuha shqipe, kultura jon nuk ishte lejuar të zhvillohej, kishim humbur ritmin, kishim humbur kohë, por nga ana tjetër, si thot Ismail Qemali, një pemë për të cilën nuk është kujdesur kush dhe nuk i ka hedhur kush ujë, as i ka hedhur pleun e dur, as e kanë krasitur. Nuk duhet prerë thot për këtë fakt, duhet
tentuar që të kujdesesh njerë dhe për të arrisjellësh një jetë, jo ta presësh direkt. Dhe kështu ishte edhe fati i Shqipërisë. Pra, nuk ishte faj shqiptarëve, vetëm i shqiptarëve që ishin atë përpambetje. Ishte një luftë e ashpër që ishte zhvilluar ndaj tyre në shekuj që ishte lënë kulturën tonë mbrapa, por patjetër që këto mendjet e ndritura të kombit arritën që ta tejkalonin dhe këtë moment shumë të vështirë që do kishte lënë, siç e thash, dhe më parë do kishte lënë pasoja të pariparueshme nëse nuk do ishte bërë mundur ndërtimi i kombit ose i shtetit, po themi se kombi është një proces pastaj që do patjetër dhe kohën e vet, por ama është themeli, guri i themelit. Gurin e themelit Ismail Qemali vendosi të fortë. Dhe ne duhet të jemi në gjendje që ta ndërtojmë dhe ta përmirësojmë këtë grehin, pra këtë Shqipërinë tonë me gjithë problemet që